të gjithë ata që më njohin. Sidomos kolegët e mi, edhe kur kom qenë Prishtinë, shkollim, edhe kur kom qenë në Xhenkajo, asnjëherë nuk i kom thonë vetit që jam musliman. Unë jam shqiptar. Prandaj u habita kur e pash fotën time te faqja Globi Islam me Ben Blushi, më njihet, Ben Blushi është një shkrimtar, publicist, tani fotograf, i njohur dhe është markë në fushën e letërsisë dhe të kulturës shqiptare, pavarësisht ta pajtohemi me mendimet e tij apo jo. Mirë po, Ben Blushi thot jam musliman dhe ka shkruajt një libër dhe titullin atij librit ja ka vëndu emrin jam musliman, kuptimin e pasdashësisë. Pse unë me qenë në klubin e muslimanëve? Unë du me qenë në klubin e shqiptarëve. Tani pse unë njoh Kur'anin dhe hafijet turkofilët nuk e njohin, dhe hoxhallarët e turkofilëve e din që unë njoh Kur'anin dhe i kam argumentet në anën time, është diçka krejtësisht tjetër. Se me besu Zotin jo, me dit një libër të shenjtë, nuk ka të bëj asgjë me këtë identitet që sot imponohet përmes hoxhallarëve. Pra Ben Blushi thot jam musliman. Tjetrin e njoh është Drilon Gashi. Drilon Gashi gjithashtu është mundu gjojat të komunikoj me mu. Unë kom pas mundësi me allon një ofertë, për shkak se është një 2 dekada me rison, të morë këtë mision që unë e kam sot Drilon Gashi, po Drilon Gashi nuk mund mu çpramu dhe me i thonë vetit jam vetëm shqiptar, nuk jam musliman. Me gjuhën e shkencës. Edhe në anën tjetër për shembull me thonë toka ka formën tepsi, dyshysh s'lidhet kjo. nuk lidhet, seriozisht nuk lidhet, është ABC-ja e shkencës. Domthonë ti jeton në Evropë, pranon vlerat evropiane, njëna pranuar e shkencën për shembull edhe dhëna shkencore, në anën tjetër më thonë që edhe mundohesh me argumentu me ajetin e Kur'anit. Kjo është e çudi. S'ka as ezan, s'ka as namaz, s'ka as xherem, s'ka as zakat, s'ka as festa, as ceremoni, as ritual, çajt. Çka me ti fesë? Feja ka shenjsi. Nëse ja hekum këto gjana, fesë atëherë me gjitha gjë. Tjetër, për shembull, jo Zoti i Arabëve, jo ai shqiptarëve. Profeti Muhammed s'ka ekzistuar fare pastaj. Këto gjana për mua janë të papranueshme. Kjo thot ka ekzistuar, po jo Muhamedi Bagdadi. Shef, jo me ka apo çabja s'është nuk është në vendin që e njohim këtë botë, apo është në vend tjetër. Pra edhe Drilon Gashi është musliman. Unë gjithmonë nista si teolog dhe si filozof musliman. Nuk është shqiptar. Këtë tjetrin që ja kanë bërë kështu në një X është një djalë i cili ka kontaktu dhe mu është Kristi, është djali i mi. Mirë po, përkundër asaj që mundohet të showman më tepër, është një besimtar i sinqert, po edhe Kristi thot jam musliman. Këtë tjetrin e kum pa kështu në për internet, por emrin nuk ja di ti me mjekër, po në gjasa mund t'jetë Shia ose mund t'jetë ndonjë sekt tjetër që hahen musliman. Po me vënë fotën e Tim Shkupit me musliman nuk shkon. Tim Shkupi është shqiptar. Unë e di që Ben Blushi një se pranoni si musliman, se lufta është brenda llojit, brenda atyre që quhen musliman, se nuk kanë zot. Muslimant nuk e kanë një zot, kanë shumë zotra, shumë sekte. Që mu bind, dokumentarët e mia të para që janë botu, kanë të bëjnë me punën e tokës dhe qiellit. Fjala G, globi Islam. Vetë emri
Globi Islam tregon se ato janë vetëm njerëz që duan të përfitojnë ose ndoshta edhe mund të jenë në ndonjë ekip më të madh, se pjesa dërmuese e xhamijave në Zvicër, në Gjermani kontrollohen nga shërbimet sekrete.